gjatë kohë shkaku I eksperiencës time dhe punës viteve fundit, po edhe më herët, domethënë, me këto çështje të analizës politike, po më shumë edhe shoqërore, pasi gjithmonë jemi mundu me majt një spektër më të gjerë se sa vetë ajo politika shkatena shpesh nënkuptohet vetëm si politikë ditore. Politika më shumë është ditore edhe përzihet me politika me ditore me partijake. Ne jemi mundu gjithmonë ta mbajmë një spektër më të gjerë të analizave që mendojmë se ja vlen edhe ka nevojë kjo bashkësi, do me thonë, ti dije dhe ti shqyrtoje. Shpesh bile ajo bo në forma të vetëm pyetjeve që I kemi bo publike, me qëllim të ringjalljes të debatit, shpesh është bo në formë përkujtimore për disa të vërteta që ne I dimi dhe I jetojmi, por që në fakt nuk artikulohen as politikisht. Unë shpesher, kur I kam dëgjuar ato analizat e juaja, apo shkrimet që I keni bo, më pëlqen një çështje që e jep një orientimin se si njerëzit duhet të shikojnë këto situata, nga se shpesh njeriu e ka para vetes ndonjë ndolli, ndonjë gjë, po as nuk e din se nga t'ja nisë, nga ta filloj ta shikoj. Ndërsa në analizat tuaja shpesh e gjemi qatë orientimin se si duhet të shikohet një problem apo si duhet të shqyrtohet një çështje. Po, unë mendoj se kjo, thash, do me thonë e kemi has, si shpecekni edhe ju, si probleme dhe si fenomen, do njëherë edhe kundërthënës, që edhe pjesë e çoroditjes të opinionit publik, unë mendoj se njëra prej problemeve kryesore që sjellin këtë çoroditje është fakti se shumë veta, si me thonë, kontribues në opinionin publik, nuk e kanë parasysh ndarjen mes roleve të aktivistit dhe analistit. Do me thonë, ajo vjen në atë se ka një vindarëse. Do me thonë që kur trajtohet një çështje, mund të trajtosh, do me thonë, si analis, si kur funksioni një laboranti që në analizon gjakin në promilja, edhe ka funksionin që pas asaj të ndërmash diçka me ndërhyrje apo me iniciativ. Unë për vete jam mundu, do me thonë, që ta maj mos ta kaloj këtë megje, këtë vi, bile ndo njëherë edhe janë ndi handicapum shkaku I mu kësaj, kujtohet një rast, do me thonë, moti atëherë ishim më të ri, edhe ju e dini, do me thonë se keni qenë pjesëmarrës aktiv në ato iniciativa, bëhet fjala kur isha unë një kohë përfaqësues I Këshillit për ndërtimin e Burmali Xhamis në Shkup, dhe atëherë isha zëdhënës, do me thonë, kisha funksionin vetëm në atë konglomerat të shoqatave dhe një konsenzus të gjerë shoqëror që u pat bo, kishte një shkrim, do me thonë, një komunistit vogël, do me thonë që bajke një paralele pa lidhje mes kishës atëherë vetëm të paralajmëruar të Gruevskit në Shesh dhe xhamisë tonë, kërkesës tonë, e cila kërkesë e jona në esencë ishte një kërkesë qytetare dhe kulturore dhe shkupjane, me thonë kësho. Para se tjetë xhami, para se tjetë fetare, ajo ishte një krejt tjetër sen. Edhe unë atëherë isha I handicapum për atë pse ceki këtë aktivisti edhe të analisti, se isha në atë çështje, mrejna, do me thonë edhe isha si aktivist, edhe nuk mundesha tash të dalë në rolin e analistit dhe t'ja përgjigje, edhe pse ishte shumë lehtë, do me thonë tash, se ai kishte këtë premisat e gabume sene, po më kujtohet, më ka mejt pak si peng ajo punë, po mirë që e kumbo atëherë, shkaku I kësaj ndarjes edhe mos kalimit kufinit. E I dyti problem që mendoj se venten është edhe shkaku I se ka një boshlluk. Do me thonë të folmi kësho, ka një boshlluk në aspektin e trajtimit të çështjeve të shumta. Edhe kur disa çështje jo që trajtohen, por as nuk përmenden, edhe del dikush, do me thonë ju mund prej pozicionit profesorit, unë prej pozicionit analistit, dikush tjetër prej pozicionit shoqatave qeveritare ose ekonomistit, vetëm I shfaqja ato sene, ato me njëherë shkaku I boshllukit me njëherë shndrohen në iniciativë. Edhe trajtohen si iniciativë, edhe thojnë,
foli njoni për shembull, foli një ekonomist sepse Maqedonia mos kthehet në euro, edhe ajo mos e merr trajta politike, ku ta di, merr trajta etnike, jo devalvimi i denarit, jo paska, Denari është identiteti jon. Po, do me të brohet problem politik, pini që mundet ajo me kon analist të mamile mirë fillt financiare, makrofinanciare, atë shka i thojnë, edhe mu trajtu sitin. Po shkaku i mungesës analizave, do me thonë, po shlukit në këtë tasi, vetë analiza perceptohet sikur iniciativ, sikur ndërhyrje në opinion.